Ky është procesi votimi. Zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Shqipërisë, vim sot në këtë seancë të Kuvendit të Shqipërisë për ratifikimin me procedurë të përshpejtuar të një marrëveshje huaje mes Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqësuara nga Agjencia për Bashkëpunim për Sigurinë e Mbrojtjes në kuadër të financimit jashtëm ushtarak të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonja e Zotrinj, dashur qytetarë shqiptarë, kjo është një marrëveshje historike për Shqipërinë. Një marrëveshje me një rëndësi të veçantë për sigurinë kombëtare të vendit, një marrëveshje që konfirmon fuqishëm marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë me aleatin e saj të madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një marrëveshje që shkon përtej termave financiar. Është një dëshmi konkrete e besimit të Shteteve të Bashkuara që kanë ndaj Shqipërisë dhe rolit gjithnjë më të rëndësishëm që vendi ynë luan për sigurinë euro-atlantike. Nga ana tjetër, Shqipëria jone përbashkët ka një angazhim të shtuar në rritjet konsiderueshme të investimeve në mbrojtje. Buxheti për mbrojtjen është rritur nga 24.1 miliard lek në vitin 2020 në 69.2 miliard lek në vitin 2026. 3 herë më shumë, ndërkohë që Shqipëria mbështet objektivin e ri të aleancës për të arritur në 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen dhe sigurinë me Partinë Socialiste në qeverisje deri në vitin 2035, duke dëshmuar se mbrojtja dhe siguria janë prioritetet tona strategjike.